Nderuar kryetar, kam një çështje të ndoshta për procedim për shkak se në propozimet tona sa i përket provave materiale. Po. Gjatë verifikimit të shkresave të lëndës, kemi konstatuar se proces verbali i datës 24/9/2024, që ka të bëjë me marrjen pyetje të pandehurit të rastit të akuzuarit Blagoje Spasojević, ndodhet në materialin e lëndës, mirë po nuk është përfshirë në listën e provave përkatësisht në indeksin e dosjes numër 26, që konsiderohet që është një gabim teknik gjatë përpilimit të listës së provave, e cila provë është dorëzuar mbrojtjes, gjykatës, mirë po nuk është evidentuar si e tillë. Po. Duke qenë se ky dokument është pjesë materiale hetimore dhe tani ndodhet në shkresat e lëndës, Prokuroria e propozon gjykatës që ta lejojë administrimin e këtij proces verbali si provë, duke konsideruar këtë vetëm si korrigjim të një lëshimi teknik në indeksin e provave. Pak jam i befasuar me këtë që është thënë nga ana e prokurorit special. Ne, si që dim të gjithë, e kemi përfunduar, domethënë, procedurën e provave, gabimet teknike të prokurorisë duhet të shkojnë në dëm të prokurorisë. Prandaj e kundërshtoj këtë propozim dhe propozoj që gjykata ta refuzoj administrimin e kësaj prove. Faleminderit. Blagoja, keni diçka më shtu? Poštovani sude, I nderuar gjyqtar, e mbështes këtë që e deklaroi avokati im. Edhe trupi gjykus lidhur me propozimin e prokurorisë speciale me rak vendim, administrohen deklarata e të pandehurit Blagoje Spasojević, edhen paraprakisht në polici me datë 24/09/2023. A është që prokurora po? 24/09/2023, nëse s'gaboj. Prokuror 2023, po, sepse në shkresë është 2024, por përshë në original është 2023 me siguria është për cilë. Po, oke. Dirë kryer është kaltri. Para se të vazhdohet me mbrojtjen sot të pandehurit Dušan Maksimović. A keni diçka pa qartë avokat? 2023. E kam originalin e policisë dhe po e shoh që është 2023. Para se vazhdohet me mbrojtjen e pandehurit Dušan Maksimović, trupi çështja edhe trupi gjykus për gjatë administrimit prova, respektivisht ekzaminimit telefonve, ka vlerësuar që nga personat kompetent që kanë bërë ekzaminimin, duhet të konstatohet edhe njerë, po që se ka pasur edhe dhënat e tjera me relevancë për kitazi me ekzaminimin e telefoneve. Andaj kjo gjykat do të vazhdoj sot me
rrjedhën e rregullt procedurës. Ndërsa po që se ka ndonjë rezultat tjetër, do t'u jap mundësi mbrojtjes përsëri të deklarohen. Jo vetëm mbrojtjes, por edhe palëve tjera në procedurë, prokurorit të përfaqësues palëve dëmtuar, sepse është thjesht kjo vlerësimi i trupit gjykues. Po ashtu, kemi marrë konstatimin nga organet kompetente, respektivisht Burgu Sigurisë Lartë, që sipas kërkesës së mbrojtjes, i është mundsuar avokatës dhe të panderit Dushan që të përgatiten për mbrojtjen e tyre sot në këtë seancë. Jovana, a dashte diçka lutna? Gjyqtar, mendoj se pajtohu me kolegë se kemi kuptuar domethënë shumë mirë në lidhje me ekzaminimin e telefonit, nëse mundi të na sqaroni këtë pjesë. Dhe një gjë tjetër, kjo nuk është provë, por është vërtetim i fakteve të caktuara në lidhje me deklaratën e Dušan Maksimović. Domethënë bëhet fjalë për librezat domethënë e gjuetarëve dhe besoj që do dëshiroja që të jenë shkresë si pjesë e shkresëve të lëndës. Shkresat e shoqatës së gjuetarëve. Libreza domethënë. Mund t'ja u dorëzoj origjinalin. Ngritë avokatja apo jo? Spari, mendoj se kjo është një dokument i cili nuk është i provuar nga ana e institucioneve të Republikës së Kosovës. E para, e dyta, ky dokument përgjëshuar nga një organizacion nuk e kuptoj origjinën e këtij institucioni. Po në çdo rrethon tjetër, kjo nuk do të kishte asnjë relevancë. Për provat që mbrojtja paraqet. Do shta i shkon mirë që mbrojtjes me ardhmë mundësi me na tregu cila është arsyeshmëria e këtij propozimi, dhe çka dëshiron mbrojtja me arrit me këtë dokument. E nderuar gjykat, si një nga fotografitë të cilat janë përdorur domethënë procedurën që ka të bëjë me Dušan Maksimovićin, janë edhe fotografitë të cilat janë fotografuar në gjuhë e tij, në të cilën shihen domethënë dylbyt dhe gjëra të ngjashme, dhe nga kjo arsye, kjo është vetëm vërtetim i fakteve të cilat i ka cekur Dušanu, e jo ndonjë provë e cila mund të shfrytëzohet si provë materiale. Ashtu që të vërtetohet besueshmërinë, domethënë e kësaj të dhëne, ja u kam dorëzuar edhe origjinalin e kartelës së shoqërisë së gjuetarëve. Na kemi, domethënë, janë bërë çështja e ekzaminimeve të telefoneve, dhe na e kemi dhënat nga ekzaminimi dhe gjatë shqyrtimit, respektivisht administrimit, kemi vlerësuar që me marrë edhe një konfirmim, po që se ka se edhe dhëna tjera në këto telefona, me mënyrë sepse kemi vrejt pak paqartësi dhe kemi dashur me pa edhe një herë që procesi me qenë rregull. Dušane, ti si dao jednu izjavu. Dušan, ju keni dhënë deklaratë më 25 prill 2024 në prokurorin speciale. A mbeteni pranë asaj deklarate apo keni ndonjë deklaratë tjetër apo diçka si shtesë? Në përgjithësi, do të thënë në thelb nuk kam ndonjë ndryshim sa i përket deklaratës së dhënë. Eventualisht do doja ta sqaroja një pjesë që ka të bëjë me një çështje domethënë të prokurorisë speciale, me një pyetje të prokurorisë speciale,
pyetja ka të bëjë me uniformën, domethënë në fotografinë në akt akuz. Në pyetjen e prokurorisë speciale, që ta sqaroj se nga e kam atë uniformë, si e kam siguruar uniformën, me çfarë arsye, nga kush kam qenë i angazhuar, domethënë, me detyrë, dhe çfarë detyre. Unë në këtë pyetje jam përgjigjur. Mirë po, kur e kam shiquar proces verbalin, e kam vrejtur se mungon pjesa e përgjigjes pikërisht e kjo pyetje, e cila ka të bëjë me ndonjë, domethënë, angazhim timin dhe detyrat e mia. Unë nuk kam qenë i angazhuar nga askush dhe për asgjë. Fotografia është bërë në shtëpinë time, jam fotografuar si për argëtim. Dhe ka qenë hera parë që shoh dhe që kam pas një uniformë të tillë. Po të kisha më herët, me siguri se nuk do të ishte interesant për mua të bëj foto me uniformë. Vulloj në mënyrë që të shohim vetë zoni, domethënë është. Da, sad čujem dobro. Tash po ndëgjoj mirë, po thotë? Dushan, a mund të na tregosh se kur është bërë ajo foto? Në periudhën kohore që ka të bëjë me akt akuz, pas akt akuzës apo kur? Ajo fotografia është bërë në muajin dhjetor 2022. Mirë. Kur jemi tek uniforma, a mund të na sqarosh për çfarë uniforme bëhet fjalë dhe pse ke pas nevojë për atë uniformë? Unë këtë uniformë paraprakisht e kam marrë për arsye që ta shfrytëzoj për gjueti, siç kam thënë në prokurori speciale, kur as nuk kam ditur dhe as nuk kam pasur ide se çfarë fotografi po planifikojnë që ti përdorin në këtë procedurë. Banjska është vend i vogël, e cila është e rrethuar me male dhe me njerëz. Ndërsa unë, kohën time të lirë, qysh vite para e kam kaluar në gjueti dhe në natyrë, siç kam thënë, sepse kam jetuar në asi rrethana apo në asi rrethini. Dushan, a je ti gjuetar aktiv? Po, unë jam gjuetar aktiv. A të kujtohet, a është kjo një prej lejeve apo kartelës së gjuetarëve të cilën, antarësisë së gjuetarëve të cilën ti e ke poseduar? Po, kjo është një nga
kartelat të antarësisë të cilat i kemi nxjerrur çdo vit. Kjo është nga viti 2022. Ndërsa në mënyrë aktive kam filluar të miremi gjueti pak para kohës së koronavirusit.